Aleatët e Ukrainës premtuan 21 miliard euro mbështetje ushtarake për Kievin pas bisedimeve me 50 vende në Bruksel. Ndihma e re u njoftua nga sekretari britanik i mbrojtjes John Healey pas një takimi të grupit të kontaktit të mbrojtjes së Ukrainës. Premtimet e reja të ndihmës ushtarake të shpallura përmes grupit të kontaktit për mbrojtjen e Ukrainës arrin në mbi 21 miliard euro. Një rritje rekord në fondet ushtarake për Ukrainë dhe ne po e shtojmë gjithashtu mbështetjen për ushtarët e vijës së parë. Homologu i tij Ukrainas, Rustem Umerov, u shpreh se Kievi ishte mirënjohës. Ne jemi mirënjohës sot kombeve udhëheqëse, vendeve kontribuese dhe është një nga ndihmat më të mëdha që po marrim. Ministri i mbrojtjes i Gjermanisë, Boris Pistorius, deklaroi se paqja në Ukrainë duket e paarritshme në të ardhmen e afërt, duke patur parasysh agresionin e vazhdueshëm të Rusisë. Gjatë takimit në Bruksel, ai u shpreh se Europa duhet të sigurohet që Ukraina të vazhdojë të përfitojë nga mbështetja e përbashkët ushtarake. Takimi vjen në një moment kyç për koalicionin pro-Ukrainas. SBA-ja ka sinjalizuar angazhim më të pakët ndaj sigurisë së Europës dhe Ukrainës. Mbretëria e Bashkuar dhe Norvegjia kanë dhënë 450 milion pound shtesë si mbështetje ushtarake, ndërsa Gjermania premtoi 4 sisteme mbrojtje ajrore IRIS-T, automjete të blinduara, raketa, predha e të tjerë, një paketë prej më shumë se 11 miliard euro deri në vitin 2029.